Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Çifti i njohur Brikena dhe Mateo vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së mediave roz, këtë herë për shkak të pushimeve të tyre luksoze. Ata kanë zgjedhur Bregdetin e Turqisë për të kaluar disa ditë relaksi, ku po shijojnë në një nga resortet më ekskluzive të zonës. Sipas burimeve, një natë vetme në këtë resort kushton rreth 900 euro, duke konfirmuar kështu se çifti nuk ka kursyer asgjë për komoditetin e tyre. Nga çifti Briteo tek një tjetër çift momental, influencuesja e njohur Eliona Binoakaj ka ndarë me ndjekësit disa fotografi nga nata e dytë të Sunny Hill Festival, ku është shfaq ka partnerit të saj aktual, Klodit. Në postimin e publikuar në Instagram, çifti pozon i buzëqeshur dhe shumë i afërt, ndërsa Eliona kishte zgjedhur një veshje ngjyrë kafe me detaje shkëlqyese të kombinuar me çizme të zeza, ndërsa Klodi u paraqit me një stil modern në të njëjtat nuanca. Postimi në fjalë ka marrë mira pëlqime dhe 10 komente vetëm pak minuta pas publikimit, me ndjekësit që kanë komplimentuar çiftin për paraqitjen dhe stilin e tyre në festival.